kur nuk dëgjon burrin, kështu është gjendja. Më tha i shkreti që leri gjërat të gjitha, që i hoqë pemën e vitit të ri edhe dekoret dhe njërën e tjetrën, se ishin bërë tër këto çanta siç mund të shikoni, do t'i çoj unë tek shtëpia e kopshit, nejse tek depua, që kemi aty një ashtu të vogël, edhe mbajmë gjërat që nuk na duhen, që të mos i kemi në mes të këmbëve. Vesha xhupin e tia, i cili po thaj, ishte i thatë në fakt, edhe vesha çizmet e mia, me që kishte rënë dhe bore dhe i mora të gjitha me rati t'i çoj atij, se s'mu duhet mua sa të vijaj nga puna të kem në mes të vendit, nuk bëj dot punë pastaja. Pas i çova të gjitha, fillova të fshij dhomën e pritjes, edhe tapetin të gjitha me radhë, të marr pluhurat, bëhet një çiknami o njerëz të dashurë të bukur tani këto ditë, pasi heqim këto dekoret edhe kthehemi nga pushimet, po çfarë të bëjmë tani? Do mbajmë kujtimet, fotografitë edhe të gjitha ato që kemi bërë në pushime, edhe do jemi okay nga mendja. Fshiva edhe koltukun, këta jastëkët i mora me atë copën e vogël që ka fshesa, si i thonë ato fshesë të vogla, nejse, të gjitha ato eksartimata i thonë në greqisht, në shqip tani nuk e di, edhe e fshiva dhe koltukun, e rregullova, e pastrova. Ky është dollapi që mbajmë këpucët, mbi të kam vendosur disa fotografi dhe pasqyrën, i mora dhe aty pluhurat, këto tavolinat e vogël që i kam në mes të shtëpisë, po bënet dhomë pritjes, avash dhomë pritjes, se nuk ishte për të pritur njeriu njerëz, edhe u rregullua, u bë dritë, për një 2-3 orë, mos pandeni më shumë, se po të një çik të hapi lodra djalit do bëhet alltysh prapë, po s'ka problem tani, tjetër lodrat edhe tjetër të ketë pluhur e tymen dhe gjithë këto gjëra. Është gati edhe kjo dhomë, tek video tjetër vazhdoj me dhomën tjetër të shtëpisë. Ciao!